Ish kryetaria dhe kandidatja për kryetar të Gjykatës Supreme Lidia Nedelkova në mbledhjen e Këshillit Gjyqësor për shqyrtimin e ankesave të dorëzuara nga kandidatët për kryetar të gjykatave, kërkoi që të merrte pjesë edhe publiku, por një gjë e tillë nuk u lejua. Ajo për Nova deklaroi se ka dashur të dëgjojë se për çfarë arsye nuk ja kanë dhënë të gjitha pikat gjatë vlerësimit të jashtëzakonshëm. Sipas kryetarit të Këshillit Gjyqësor, Zoran Karazhovski, kërkesa është e pabazë dhe secili kandidat që nuk është i kënaqur nga nota e marrë mund të bëjë ankesë. Nesër pasdite Maqedonia fillon pjesëmarrjen e 5 në kampionatin botëror të handbollit për meshkuj. Rivali i parë i ekipit të Maqedonisë në Metz, Francë, është ekipi i Tunizisë, me të cilën për herë të tretë do e ndajnë grupin në kampionat. Deri më tani në kampionat Maqedonia ka luajtur 28 ndeshje, ka shënuar 12 fitore, një barazi dhe 15 humbje. Kampionati në Francë është një mundësi për zbutjen e bilansit negativ me 4 nga 5 kundërshtarët dhe për një fillim fitimtar në ndeshjet e ndërsjella me Angolën. Në opinionin amerikan, mbrëmësi bomba shpërthyen detale nga një raport i pakonfirmuar të një pjesëtari të shërbimeve sekrete britanike që i është dorëzuar FBI-s, në të cilin theksojnë akuzat se Putini ka në dorë Trumpin me të dhëna komprometuese për perversitetet e tmerrshme seksuale në të cilat ka marrë pjesë Trumpi gjatë një vizite të mëparshme në Moskë. Ky raport tashmë për një kohë më të gjatë po qarkullon nëpër redaksitë gazetareske, po përveç disa referencave deri më sot nuk është publikuar asnjë detaj nga ai. Mbrëm, përderisa BuzzFeed e publikoi raportin e plot me 35 faqe, Trumpi në Twitter shkroi se bëhet fjalë për lajme të reme dhe gjëti shtrigash.